Zyrtarët e specializuar policor kanë arritur të shpëtojnë 2 të punësuar të operatorit A1, të cilët kishin mbetur të ngujuar në dëbor mbi fshatin Lazaropol dhe nuk mund të kontaktohej me ta për shkak të mungesës së rrjetit mobil. Rasti ishte paraqitur në SPB Tetov dje në orën 23:30. Me njëherë pas lajmërimit, rasti është përcjell në SP Rostush, pas çka u angazhuan pjesëtarët e Departamentit për Operacione Speciale Policore dhe Departamentit së Policisë së uniformuar pranë MPB-s, si dhe pjesëtarët të Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit, me 2 automjete terreni të pajisura me saj dëbore dhe pajisje përkatëse shpëtimi. Ekipet janë nisur në drejtim të vendit të ngjarjes. Gjetja e tyre ishte bërë sot në orën 8:30 dhe ishin nxjerrë në gjendje të mirë shëndetësore. Bëhet fjalë për personat GN 47 vjeç dhe MM 37 vjeç, të 2 nga Shkupi. Ka njoftuar nga MPB, ata ishin gjetur në një lokacion të njohur si Koritnik në afërsitë e transmetuesit të rrjetit të A1 në zonën e fshatit Lazaropol.